Në këto ditë përvoluese qershori, 12 ekipe U19 nga Italia, Nigeria, Kameruni, Kosova dhe Shqipëria do të ndeshen në fushën e blerë të stadiumit Niko Dovana në turneun ndërkombëtar të futbollit Eagle Cup, i ngjashëm me turneun e famshëm të Italisë Viareggio Cup. Turneu u hap me ekzekutimin e himneve kombëtare të skuadrave pjesëmarrëse. Ekipet e të rinjve do të ndeshen mes tyre për të përzgjedhur skuadrën fituese të turneut, por edhe futbollistët më me perspektivë që në vitet e ardhshme mund të bashkohen ekipeve MNZ të Evropës. Eventi sportiv ndërkombëtar ka për qëllim të promovojë dialogun dhe miqësinë mes të rinjve, të inkurajojë zhvillimin e talenteve të rinj të futbollit dhe njëkohësisht të nxjisë bashkëpunimin ndërkombëtar mes institucioneve sportive. Prezanton turneun e parë i quajtur Eagle Cup, inspiruar nga një brand italian ekselencë, ai i Viareggios, me të cilin kemi dhe një akord bashkëpunimi të promovojmë nga ky moment dhe në të ardhmen sektorin e të rinjve. U bashkuan në këtë aktivitet skuadra të njohura nga i gjithë Italia dhe bota, kemi 12 përfaqësime, kemi teknikë dhe organizata zgjodhi përfaqësim në mënyrë të barabartë 6 të huaja dhe 6 shqiptare. Ky aktivitet promovon trik Shqipërisë në rrjetet ndërkombëtare. Atë Shqipërisë është Atalanta Verona dhe shumë ekipe tjera, si Atalanta është një ekipet më të mirë, akademik më të mirë në Itali, dhe kemi pas lejen e privilegjit kemi një ndeshje miqësore me ta, dhe sinqerisht unë uroj gjithë ekipeve shqiptare. Të pranishëm në ceremoninë hapse të eventit ishin dhe dy emra mjaft të njohur të futbollit italian, Alberto Bigon dhe Enzo Gambaro. Dy ish futbollistët u bën apel të rinjve ta shijojnë pjesëmarrjen në këtë event dhe mbi të gjitha lojën në fushën e blerë. Ky është një moment gëzimi. Ekipet nga vende të ndryshme dhe nga kontinente të ndryshme do të përballen në fushën e blerë. Do të jetë interesante të shohim aftësitë teknike në nivel profesional dhe sportiv të këtyre të rinjve. Mund të them që është një turne për të rinj të nivelit të lartë. Mendoj se për Shqipërinë është një event unik. Do të shohim lojtarë shumë të mirë që në vitet e ardhshme do të luajnë në ekipet europiane. Faleminderit Shqipërisë që i dha mundësinë këtyre skuadrave të marrin pjesë në këtë turne të rëndësishëm. Turneu ndërkombëtar do zhvillohet në datat 8 deri në 14 qershor në qytetin e Durrësit dhe në përfundim të tij do të shpallen më të mirët e eventit.